Leon Black është një personazh tjetër që ditën e sotme ka vendosur të na frymëzojë për atë çka përfaqëson si një biznesmen i suksesshëm. Në fakt që në krye të herës ka dur më së miri të jetë një nga personazhet që bie në sy. Ndonjëherë vëm re të paktën për shumë personazhe të tjerë kur vin nga një familje e ngritur që ka pasur një emër, në fakt edhe ka ndikuar maksimalisht në shumë detaje të ndryshme në të gjitha industritë, presioni bëhet shumë më i madh. Presioni bëhet shumë më i madh sepse ka një pritshmëri të pazakontë, pa njohur ende individ flitet për ta duke pasur parasysh prindrit që ka patur edhe familjen, se si ka rrjedhur dhe gjithë historia e në të njëjtën kohë se si do duhej të ishte. Pra është një farë projekcioni që i detyrohet edhe i vihet në këtë rast individit. Por në këtë rast kemi Leon Black që ka ditur më së miri jo vetëm që të përmbahet pritshmërive që secili mund të ketë pasur nga një moment në një tjetër, por të shtojë gjithçka që mund të flitej për të edhe ta tjetërsojë të gjithë qasjen. Kjo është ajo çfarë ka bërë të veçantë një personazh të tillë që ka ndryshuar, ka qartësuar gjithçka që do duhej të flitej nga një moment në një tjetër. Sigurisht që ka pasur sfida të shumta, megjithatë mund të flasim për themelimin e një nga vendeve ku mund të investohej më së shumti dhe bëhet fjalë për kompaninë Apollo Global Management. Është një nga kompanitë që është përdorur më së shumti për investime, për treguar qasjen e tij që ka pasur që në momentet e para dhe dukshëm ka sjellë një strategji që ka ndryshuar të gjithë botën në këtë aspekt, sepse e kemi parë hera herë se si është përdorur si një shembull për gjithçka në cilën mund të flitej, mund të diskutohej, mund të merrej si shembull edhe nga shumë të tjerë. E në të njëjtën kohë duke hapur vende pune për shumë të rinj. Ai besonte shumë tek njerëzit që kishin pasion punën, e në këtë rast vendoste të zgjidhte dhe të hapte vende pune pikërisht për këta njerëz. Nuk ka qenë simpatizant i ndihmës monetare, pra nuk dëshironte të ishte një filantrop që jepte para pa arsye, thjesht për hir të ndihmuarit, edhe pse duket se kishte pasur jetën e tij deri diku të zgjidhur në momentet e para, më pas ka treguar më së miri se si mund të ndryshonte dhe si njeri mund të punojë vetë dhe të flitet për atë çka ka arritur të ketë personalisht, jo të trashëguar. Megjithatë ai ka nisur karrierën si një investitor legjendar dhe kjo është ajo çfarë mund të flitet më së shumti për të, pavarësisht veprave të shumta të herpashershme. Vitet 90 kanë qenë vitet ku themeluan në fakt edhe vitet ku ndryshuan të gjithë jetën e tij dhe karrierën, në fakt edhe për themelimin e kompanisë së njohur që po përmendim pak më parë. Ka pasur një periudhë rënje dorëzimesh edhe ka qenë ky momenti që ai vendosi që të sillte këtë kompani në jetë dhe të jepte maksimumin e tij për të ndryshuar të gjithë qasjen edhe atë çfarë mund të sillte një kompani e tillë, por jo vetëm një njeri me vizion që do të bënte diferencën edhe do të flitej hera herës. Megjithatë kanë qenë të shumta detajet që vijnë nga jeta e tij edhe flasin, tregojnë një qasje ndryshe, flasim sërish për atë çka ka transmetuar dhe ka treguar te secili individ që e ka përmendur. Është një njerëz që është munduar të jetë paksa larg vëmendjes dhe ka menduar që investimet e tij dhe ajo çfarë do të përfaqësojë, do të tregohet dhe do të flitet më shumti, por në prononcimet që mund të kenë pasur punonjësit e tij apo të gjithë bashkëpunëtorët kanë treguar një njerëz vizionar që është munduar të jetë aty për gjatë gjithë kohës për çdo që mund të flitej, mund kishte nevojë edhe në të njëjtën kohë mbase mund kishte një ide interesante që mund vlente të përdorej, të përmendej edhe pse jo ti jepej zë dritë ashtu siç mendonte dhe ai që duhet ishin ide të fuqishme dhe duhet kesh besim për ti konsideruar edhe për të vazhduar për të bërë hapin e mëtejshëm, siç e di ashtu se nëse nuk do ishte i vëmendshëm ndaj ideve sa do të vogla mund të dukeshin në fillim, mbase mund të mposhte diçka të jashtëzakonshme që mund të ishte rrugës për të ardhur. Unë shpresoj që për gjithë secilin prej nesh, sado detaj i vogël nga jeta e tij të na shërbejë për të bërë mbase më të mirë nesër, jo vetëm në biznes, por në të gjithë jetën, sepse ka detaje që ne mund t'i përmendim nëse jemi sipërmarrës, por në të njëjtën kohë mund t'i përmendim dhe mund t'i përdorim në çdo detaj të jetës tonë, në punën tonë të përditshme apo edhe në jetën tonë të përditshme në mënyrën se si sillemi me çdo që kemi pranë nesh apo edhe në distancë apo situatët të ndryshme që na bie të përballemi.